Mirë se erdhët të dashur Demër në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës tuajnë të dashur Demër. Kam hapur 6 letra dhe është një oracle. Demi, kjo javë fillon me një ndjenjë se po mbani fort diçka që në fakt ju lodh më shumë se sa ju mbron. Kujtime, mendime. Fillimisht ka hezitim dhe rezistencën ndaj ndryshimit, Demi. Por fundi javës sjell një frymë krejt të re dhe uroj të jetë kjo për të gjithë. Kjo është një javë ku duhet të lini pas atë që nuk funksionon më. Sepse përpara jush po hapet një kapitull shumë më i mirë. Shumë më i mirë. Filloj me 4 të monedhës. Ju po përpiqeni të kontrolloni diçka. Mund të jetë paraja, puna, një marrëdhënie ose edhe emocionet tuaja. Më shumë të thosha emocione këtu në këtë hapje të letrave të dashur Demi, nuk e di në përshtatet apo rezonon me gjithë, por keni frikë të humni atë që keni ndërtuar apo duke menduar atë. Por ndonjëherë duke shtrënguar shumë diçka, rrezikoni ta mbytni. Këtë javë mos u kapni pas së kaluarës vetëm sepse ju është bërë zakon, të dashur Demi. Vdekja. Mos u trëmni, nga kjo fjalë është një nga letrat më pozitive kur flasim për të ardhmen, për ndryshimet. Tregon fundin e një periudhe dhe kjo duhet të jetë për Demin tani o kurrë. Fundin e periudhët e lodhshme, mund të mbyllet një konflikt që keni patur, një bashkëpunim që ju ka lodhur, një mënyrë pune ose edhe një zhgënjim që keni mbajtur me vete prej kohësh, të dashur Demi. Nuk po humbni diçka të mirë, po hiqni barën që nuk ju shërben më. Po e them dhe po ndaloj aty sepse ka kohë që jam duke lexuar Demi dhe në ato personale të dashur Demi janë duke u marrë me diçka nga e kaluara, sikur nuk po bëjnë, nuk po marrin dot guximin apo ta mbyllin vërtet atë kapitull që nuk i shërben më. 2 të shpatat. Pas këtij ndryshimi duhet të merrni një vendim. Po ju kërkohet të mos qëndroni në mes të dy gjërave. Nuk mund të rrini gjithmonë në mes të rrugës. Sa më shumë të shtyni, aq më shumë do të ndjeni, aq më shumë do të bllokuar, informacioni i nevojshëm do ta keni. Tani duhet vetëm ta zgjidhni rrugën, drejtimin e juaj. Në pjesën e dytë të leximit, sikur energjia ndryshon plotësisht me kalorësin e shkupive, më në fund vjen kjo lëvizje e juaj, mund të jetë një udhëtim, një ofertë, një telefonatë, ose dikush që hyn me shumë energji në jetën tuaj. Gjërat që kanë ngecur fillojnë të ecin me ritëm më të shpejtë. Vetëm mos merrni vendime me nxitim nga entuziazmi. Pas kësaj, dalin 3 të kupës. Shikoni ku jeni, të dashur. Janë bledhur njerëzit po ngriten gotat për t'i cakëruar, të dashur, ahenge, shoqëri më sociale apo dhe familje. Takime miq, festa, lajme, bashkëpunime ose edhe ribashkime. Për disa prej jush mund të jetë edhe një arsye për të festuar një sukses në punë ose në familje, ose vetë jetën e juaj që keni dalur nga diçka që ju ka peshuar, rënduar ka kohë. Pas gjithë stresit të javëve të fundit, më në fund buzëqeshja po ju kthehet. Dhe leximi juaj mbyllet me një letër të pjekurisë emocionale. Një person i qetë, i mençur dhe i sinqert mund të luajë rol të rëndësishëm në jetën e juaj. Për disa është partneri, për të tjerë është një mik, një familjar, ose dhe një shef që ju mbështet. Nëse jeni vetëm, kjo letër mund të tregojë njohjen me dikë që nuk luan lojra, por di çfarë do. Pra,
Javën po e filloni duke mbajtur fort diçka që ju ka lodhur, harxuar. Dhe jeta juaj ju detyron të lini pas, të merrni një vendim që e keni shtyrë prej kohësh, dhe energjia ndryshon me shpejtësi, vin arsyet për të buzëqeshur dhe mbyllni javën me shumë stabilitet emocional se sa e kishit menduar, të dashur demër. Dhe apo para se të filloj këtë, ta them me humor, demi këtë javë, ju lutem, mos u kapni pas gjërave të vjetra me mendim, sepse aq shumë jeni duke i ruajtur gjërat që s'ju hynë në punë, sa që në fund kur të hapni dollapin do të gjeni më shumë kujtime se sa hapësirë. Kujtime që apo rroba që nuk i vesh, ta them kështu, që nuk i përdor më. Kot po e zë vendin aty. Kjo është letra që tregon çfarë po ju pret. New life, jetë e re. Shumë e bukur dhe përforcon të gjithë leximin. Ajo thot se një derë vërtet po mbyllet dhe kërkon, po ju detyron në farë mënyrë të mbyllet, vetëm sepse një tjetër shumë e mirë po hapet. Mos e krahasoni atë që vjen me atë që po lini pas. Eria ka potencial gjithmonë më të madh, por duhet t'i jepni shansë. Mos keni frikë pra nga ky ndryshim. Kjo javë nuk ju merr diçka. Besoni, ju çliron të bëni vend për një jetë më të mirë.